Përshëndetje miq. Heshtja deh më shumë. Është kjo një poezi e shkruar nga Manushaqe Ismailaj. Dëgjim të këndshëm. Në tavolinë mbeti vetëm heshtja. Zëri im ishte i qetë, si një det pa dallg, por me stuhi në fund. Buzëqeshja mu thye në buzë. Gota bosh më shikonte sikur priste të mbushej me atë që nuk kthehet më. Syt u lagën pa kërkuar lej. Shikimi humbi rrugën, ndërsa zemra godiste kraharorin si një i burgosur që kërkon dritë. Fjalët më rrethonin, por asnjëra nuk më shpëtoi. Disa të vrasin duke përtitur, të tjerat duke mos u thënë kurrë. Mora gotën në dorë, jo për të harruar, po për t'i bërë shoqëri vetes. Dhe e kuptova se njeriu nuk zbrazet kur i mbaron pija. Zbrazet kur i mbarojnë arsyet për të buzëqeshur. Ju faleminderit.